Të nderuar kolegë, nëse do t'ishte e vërtet që opozitës po i mohohet e drejta e fjalës, të paktën për atë të vërtet që na ndjekin qytetarët, nuk do t'u jepej fjala për procedurë 2 orë në fillim të çdo seance. Dhe kjo vetëm për t'i dhënë fjalën opozitës për të mbajtur fjalimet politike. Dhe do të thoja edhe në shkeljet rregullores. Sot ne diskutojmë në fakt një projekt ligj shumë të rëndësishëm që impakton në shërbimet ndaj qytetarëve dhe unë do ta nisja fjalën time me një falënderim të veçantë për të gjithë ata që punojnë në qendrën arsimore. Sepse për hir të vërtetës, që nga viti 2017, kjo qendër e shërbimeve arsimore përballon një ngarkesë dhe një punë që është me të vërtet vetmohuese. Janë 158.000 shërbime që jepen çdo vit